Kapitulli 3. Mendja familjare. Prindrit hanë rrush të thartë dhe fëmijëve u mpihen buzët. Ezekieli. Thënë thjesht, ne bartim aspektet të nënës së gjyshes son përmes nënës son. Traumat që ka dëruar gjyshja, dhimbjet e saj, pikëllimet, vështirësitë e fëmijërisë së saj, marrëdhëniet e ndërlikuara me gjyshin, apo humbjet e njerëzve që ajo i donte, në një mënyrë të padukshme, filtrohen, kalojnë dhe gjenden brenda nënës që na solli në jetë. Dhe nëse hedhim syt edhe një brez më pas, e njëjta gjë ndodh dhe me nënën që ka rritur gjyshen tonë. Brenda nesh jetojnë jo vetëm gjenet e tyre, por edhe përvojat e tyre, kujtimet, frikrat, heshtjet dhe mënyra e tyre për të përballur me botën. Detajet e ngjarjeve që formësuan jetën e paraardhësve tan mund të jenë zbehur me kohën, por ndikimi i tyre vazhdon të ndihet thellë brenda nesh. Ne nuk trashëgojmë vetëm tiparet apo mënyrat e prindërve tan, por edhe mënyrën se si ata vetë janë prindëruar. Më pas, ajo ndikon në mënyrën se si lidhemi me partnerin, si lidhemi me veten dhe deri tek mënyra se si ushqejmë fëmijët tanë. Për mirë apo për keq, prindrit shpesh priren të përsërisin modelin e prindërimit që ata vetë kanë përjetuar. Këto modele janë si rrugë të gdhëndura në tru dhe fillojnë të marrin formë shumë më përpara se sa ne të lindim. Mënyra se si nëna jonë lidhet me ne gjatë shtatzanisë ndikon shumë thellë në ndërtimin e sistemit tonë nervor. Thomas Verny thotë, që nga momenti i konceptimit, përvoja në mitër i jep formë trurit dhe ajo hedh themelet për personalitetin, temperamentin emocional dhe fuqinë e mendimit më të lartë. Ashtu si një plan i brendshëm, këto modele nuk mësohen, ato transmetohen. 9 muajt e parë pas lindjes janë një vazhdimsi e procesit të zhvillimit nervor që ka nisur që brenda mitrës. Qarqet nervore që do të ruhen ose eliminohen, edhe mënyra se si do të organizohen ato që mbeten, varet nga përvojat edhe ndërveprimet që foshnja ka me nënën ose me kujdestarin e saj. Pikërisht, përmes këtyre ndërveprimeve të hershme, fëmia fillon të ndërtojë hartën e tij për të menaxhuar emocionet, mendimet dhe sjelljet. Kur një nën bart brenda vetes trauma të trashëguara ose ka përjetuar një shkëputje të hershme nga nëna e saj, kjo mund të ndikojë në aftësinë e saj për të krijuar një lidhje të qëndrueshme dhe të butë me foshnjën. Një lidhje e tillë, në raste të tilla, ka më shumë gjasa që të ndërpritet. Ndarjet e hershme mes nënës dhe fëmijës, qoftë për shkak të një qëndrimi të zgjatur në spital, një gjendje të rënduar shëndetësore, apo një ndarje të pavullnetshme, mund të jenë tepër tronditëse për foshnjën. Në të tilla raste, familjariteti i aromës, i prekjes, i tingullit, i ndjesisë dhe i shijes së nënës, gjithçka që fëmia njeh dhe nga e cila varet, papritur humbet. Siç shpjegon studiuese e sjelljes Winifred Gallagher, nëna dhe foshnja jetojnë në një gjendje biologjike që ngjan shumë me varësinë. Kur ndahen, foshnja nuk përjeton thjesht mungesën e nënës. Ajo kalon një gjendje të ngjashme me tërheqjen fizike dhe emocionale që përjeton një person i varur nga heroina. Kjo analogji ndihmon të kuptojmë pse të gjithë gjitaret e sapolindur, përfshirë edhe njeriu, protestojnë me aq forcë kur ndahen nga nëna e tyre. Sipas një neonatologe,
në Spitalin Universitar të Fëmijëve Loma Linda, Dr. Rilin Phillips, thot: nga këndvështrimi i një foshnjeje, ndarja nga nëna ndihet si një kërcënim për jetën. Dhe nëse ajo ndarje zgjat, fëmia përfundimisht dorëzohet dhe hyn në një gjendje të thellë dëshpërimi. Studimet e Dr. Phillips së bashku me Dr. Niels Bergman dhe ekspertë të tjerë në neuroshkencën e lidhjes nën-fëmijë tregojnë se kjo lidhje është jo vetëm emocionale, por biologjike, jetike dhe themelore për zhvillimin e trurit dhe të sigurisë së brendshme të fëmijës. Në fillim të jetës sime, e njoha ndjenjën e heqjes dorë. Ajo ndjenjë erdhi nga familja ime. Ajo që nëna ime nuk mori nga nëna e saj, ndikoi drejt për drejt në atë që ajo ishte në gjendje që të jepte për mua dhe për vëllezërit dhe motrat e mia. Edhe pse gjithmonë munda ta ndjeja dashurinë e saj të ndritshme, pjesa më e madhe e jetës së nënës së saj ishte e mbushur me plagë të vjetra, me trauma që kishin zënë rrënjë në historinë tonë familjare. Veçanërisht ndikim të madh pati dhe fakti që nëna e saj, Ida, humbi të dy prindrit kur ajo ishte vetëm 2 vjeçe. Historia e familjes sonë shkon kështu. Kur stërgjyshja ime Sora vdiq nga pneumonia në vitin 1904, prindrit e saj fajsuan burrin e saj Andrew, të cilin e përshkruanin si njëri të paaftë dhe kumarxhi. Sipas historisë, Sora u sëmur nga pneumonia pasi ishte përkulur nga dritarja në mes të dimrit, duke ju lutur burrit të saj që të kthehej në shtëpi. Gjyshe sime Ida i than se babai i saj i kishte hedhur në bixhoz të gjitha paratë e qiras. Një frazë që ka jehuar në familjen tonë për breza të tërë. Pas vdekjes së Sorës, stërgjyshi im Andrew u dobua nga familja dhe nuk u mor vesh kurrë asgjë për të. Edhe si fëmijë, e ndjeja hidhërimin e gjyshes sime sa herë që ajo tregonte këtë histori. Gjë që e bënte shpesh. Dhe më pikëllonte fakti që ajo kurrë nuk e njohu baban e saj. E mbetur jetime në moshën 2 vjeçare, gjysha ime u rrit nga gjyshrit e saj të moshuar, të cilët jetonin duke shitur rroba të përdorura me karrocë në përlagjen Hill District në Pittsburgh. Ajo i adhuronte gjyshrit e saj. Edhe shpesh i ndriçonte fytyra kur ajo rrëfente kujtimet e dashurisë dhe të kujdesit që kishte marrë prej tyre. Por kjo ishte vetëm një pjesë e historisë, pjesa që ajo mund ta kujtonte me vetëdije. Një histori më e thellë dhe më e heshtur qëndronte nën sipërfaqe. Përpara se Ida të vinte në këtë botë, ndoshta që në barkun e nënës së saj, ajo kishte përthithur ndjesitë e shqetësimit dhe të dhimbjes që përjetonte jema, të cilat ishin shkaktuar nga tensionet, grindjet, lotët dhe zhgënjimet e vazhdueshme. Këto përvoja të hershme ndikua në mënyrë të thellë në zhvillimin e saj nervor, si dhe në strukturën e trurit që po formohej në atë kohë dhe që ishte kaq vendimtare. Më pas, humbja e nënës në moshën 2 vjeçare e tronditi emocionalisht dhe i la plagë të thella të padukshme. Nuk ishte vetëm fakti që nëna ime ishte rritur nga një jetim, i cili vetë nuk ishte marrë kujdesin dhe edukatën e një nëne, por edhe diçka më e thellë. Nëna ime trashëgoi në mënyrë të pavetëdijshme traumën viscerale të ndarjes së Idës nga nëna e saj në fëmijëri. Edhe pse Ida ishte fizikisht e pranishme në jetën e nënës sime, ajo nuk ishte në gjendje të shprehte thellësinë emocionale që do ta kishte ndihmuar vajzën e saj
që të zhvillohej tërësisht. Kjo mungesë e lidhjes emocionale u bë në mënyrë të paqëllimshme pjesë e trashëgimisë që nëna ime e mbajti brenda vetes, dhe që më pas, në mënyrë të padukshme, ndikoi edhe tek unë. Edhe historia e babait të nënës sime ishte po aq e ngarkuar me dhimbje. Nëna e tij, Rachel, vdiq gjatë lindjes, atëherë kur gjyshi im, Harry, ishte vetëm 5 vjeç. Babai i Harryt, Samueli, duke besuar se ishte përgjegjës për vdekjen e saj, sepse kishte lënë shtatzën, mbante mbi supe një barr të rënd faji. Pas vdekjes së Rachel, Samueli u martua sërish, por gruaja e re, siç thuhet në historinë e familjes, kujdesej më shumë për fëmijën e saj biologjik sesa për Harryn, të cilin ajo e trajtonte me një indiferencë që kufizohej me mizori. Gjyshi im fliste rrallë për fëmijërinë e tij. Çdo gjë që di për të e ka mësuar nga nëna ime, e cila tregonte histori tronditëse. Ajo tregonte se si Harry gati sa nuk vdiq nga uria kur ishte ende fëmijë. Ai mblidhte mbeturina nga kazanët e perave dhe hante gjethet të luleradhiqeve vetëm për të mbijetuar. Si fëmijë, e imagjinoja gjyshin tim të vogël të ulur në ndonjë cep të rrugës, duke kafshuar një copë buke bajate ose duke gorryer ndonjë kock pule me mish pak të prishur. Ishte një imazh që shpesh më ngjallej i trisht dhe njëkohësisht prekës. Të dy gjyshrit e mi, pa e ditur, e trashëguan dhe e përcollën më tej traumën që kishin përjetuar. Të dy kishin humbur nënat e tyre në moshë shumë të vogël, dhe kjo plag e hershme u shndërrua në një trashëgimi emocionale që kaloi brez pas brezi. Në familjen tonë, lidhja midis nënës dhe fëmijës ishte ndërprer për të paktën 3 breza me radhë. Nëse kjo ndërprerje e dhimbshme nuk do të kishte ndodhur përpara se të lindte nëna ime, ndoshta unë dhe vëllezërit e mi do të kishim pasur një nën ndryshe. Një nën më të qetë, më të sigurt dhe më të pranishme emocionalisht. Por, siç ishte nevoja e nënës sime për dashurinë që prindërit e saj nuk ja kishin dhënë kurrë, kjo e linte shpesh të ndjente ankth, pasiguri dhe lodhje të thella shpirtërore. Për t'i dhënë fund ciklit të traumave të trashëguara në familjen time dhe për të nisur më në fund procesin e shërimit tim të brendshëm, kuptova se gjithçka duhet të fillonte me shërimin e marrëdhënies sime me nënën time. E dija mirë që nuk mund të ndryshoja atë që kishte ndodhur në të kaluarën, por mund të ndryshoja marrëdhënien dhe mënyrën se si sot të lidhesha me nënën time. Nëna ime kishte trashëguar modele të stresit dhe të ankthit nga nëna e saj, ashtu sikurse edhe unë më vonë. Ajo shpesh shtrëngonte gjoksin dhe ankoi për ndjesi agitacioni në trup. Tani e kuptoj se ajo përjetonte në mënyrë të pavetëdijshme frikën dhe vetmin që përshkronte historinë tonë familjare. Terrorin e ndarjes nga ajo që kishte më shumë nevojë, nga nëna e saj. Më kujtohet qartë një episod nga fëmijëria ime kur isha 5 ose 6 vjeç. Sa herë që nëna ime dilte nga shtëpia, ndjehesha i tmerruar, ndjehesha i përfshirë nga një ndjenjë braktisje që nuk dija ta shpjegoja. Në ato momente, hyja në dhomën e saj të gjumit, hapja sirtarin ku ajo mbante shallat dhe këmishat e natës dhe fusa fytyrën time në to për të marrë frymë dhe për të dëgjuar aromën e saj. E mbaj mend gjallërisht ndjesin. Më dukej sikur ajo nuk do të kthehej më kurrë dhe se aroma e saj ishte vetmja gjë që më kishte mbetur prej nënës sime. Kur u rrita, ndava me nënën këtë kujtim të hershëm. Ajo më dëgjoi dhe me lot në sy më tregoi diçka që më la pa fjalë.
kishte bërë të njëjtën gjë kur ishte e vogël. Edhe ajo kishte futur fytyrën në rrobat e nënës së saj çdo herë që nëna e saj largohej nga shtëpia. Në atë moment, kuptova se frika ime nuk ishte lindur nga asgjëja. Ajo ishte një histori që përsëritej, një dhimbje e trashëguar që kishte udhëtuar përmes brezave. Siç e tregon edhe kjo histori, ndërprerjet e hershme të lidhjes midis nënës dhe fëmijës mund të kenë rrënjë shumë përpara se ne të vim në jetë. Efektet e tyre mund të mbeten të ngulitura në pavetëdijen tonë dhe të jetojnë në trupin tonë si kujtime somatike, si kujtime trupore, të cilat zgjojnë reagime të forta emocionale sa herë që përballemi me situata që na kujtojnë refuzimin apo braktisjen. Kur kjo ndodh, ne mund të ndjehemi krejtësisht jashtë sinkronizimit me veten. Mendimet tona mund të bëhen breslënse dhe ngulmuese, dhe ne mund të ndjehemi mbi ngarkesë, madje edhe frikë nga ndjesitë që vërshojnë trupin tonë. Për shkak se trauma ka ndodhur shumë herët në jetën tonë, ajo shpesh mbetet e fshehur për te vetëdijes. Ne e dim se diçka nuk shkon, por nuk mund ta identifikojmë dot saktësisht atë që ndodhi. Në vend të kësaj, shpesh mendojmë se problemi është tek ne. Mendojmë se diçka brenda nesh është prishur ose është fikur. Në përpjekjen për të ndjerë të sigurt, ne shpesh mundohemi të kontrollojmë mjedisin tonë. Sepse, si fëmijë, kishim shumë pak kontroll, dhe ndoshta as një vend të sigurt ku mund të shprehnim emocionet tona që përjetonim. Nëse nuk ndërhyjmë me vetëdije për të ndryshuar këto modele, plagët e hershme të lidhjes mund të përsëriten dhe të jehojnë për breza me radhë. Vetëdija familjare. Nocioni se ne trashëgojmë dhe rijetojmë aspekte të traumës familjare është trajtuar gjërësisht edhe në për shumë libra nga psikoterapisti i njohur gjerman Bert Hellinger. Duke studiuar familjet për më shumë se 50 vjet, fillimisht si prift katolik dhe më pas si terapist dhe filozof familjar, Hellinger shpjegon se ne ndajmë një ndërgjegje familjare me antarët e familjes sonë biologjike, të cilët kanë ardhur përpara nesh. Ai vuri re se ngjarje traumatike, si për shembull, vdekja e parakohshme një prindi, vëllai ose fëmije, si dhe braktisjet, krimet apo vetvrasjet, mund të kenë një ndikim të thellë dhe të fuqishëm mbi ne. Këto ngjarje lën pas një gjurmë të fortë që vazhdon të ndjejë ndikimin e saj në brezat pasardhës. Me kalimin e kohës, këto gjurmë bëhen pjesë e planit të brendshëm të familjes, duke bërë që antarët e saj të përsërisin në mënyrë të pandërgjeshme vuajtjet e së kaluarës. Përsëritja e një traume nuk është gjithmonë një kopje e saktë e ngjarjes origjinale. Në një familje ku dikush ka kryer një krim, për shembull, një pasardhës në një brez të mëvonshëm mund të ndjejë nevojën për ta shlyer atë krim pa e kuptuar fare se po e bën këtë. Një burr i quajtur John, pak pasi ishte liruar nga burgu, erdhi të më takonte. Ai kishte vuajtur 3 vjet dënim për përvetësim, një krim që ai pretendonte se nuk e kishte kryer. Në gjyq, John ishte deklaruar i pafajshëm, por për shkak të peshës së provave të rënda kundër tij, një akuzë rreme nga një ish bashkëpunëtor i tij i biznesit, avokati i tij e këshilloi që të pranonte një marrëveshje për pranimin e fajësisë. Kur hyri në zyrën time, John duke thellësisht i shqetësuar. Nofulla e tij ishte e tendosur dhe e shtrënguar, ndërsa pallton e hodhi pas shpinës së karrikes me nervozizëm. Ai tregoi se ishte i futur në kurth dhe se tani
ishte i pushtuar nga mendime të forta për hakmarrje. Gjatë bisedës son, teksa diskutuam situatën e tij familjare, doli në dritë diçka e habitshme. Një brez më parë, në vitin 1960, babai i tij kishte qenë i akuzuar për vrasjen e partnerit të biznesit, por ishte liruar në gjyq për shkak të një çështjeje teknike. E gjithë familja e dinte që babai ishte fajtor, por askush nuk fliste kurrë për këtë. Duke pasur parasysh përvojën time me traumën e trashëguar familjare, nuk ishte as pak e habitshme të mësoja se John ishte në të njëjtën moshë që kishte pasur Jati kur doli në gjyq. Në një mënyrë të çuditshme dhe të dimshme, drejtësia më në fund u vendos. Por çmimin e pagoi personi i gabuar. Hellinger beson se mekanizmi që qëndron pas këtyre përsëritjeve është besnikëria e pavetëdijshme, të cilën ai e sheh si shkakun e shumë vuajtjeve në familje. Në pamundësi për të identifikuar burimin e simptomave që në fakt i përkasin një brezi të mëparshëm, njerëzit shpesh mendojnë se problemi lind nga përvoja e tyre personale dhe kështu ndihen të pafuqishëm për të gjetur një zgjidhje. Sipas Hellinger, çdo antar i familjes ka të drejtë të përkasë në sistemin familjar, dhe askush nuk mund të përjashtohet, pavarësisht se çfarë ka ndodhur. Kjo përfshin gjyshin e alkolizuar që la gjyshen ton të varfër, vëllain e vdekur, vdekja të cilit ia theut zemrën nënës son, fëmijën fëqinj që babai ynë mund të ketë vrarë aksidentalisht derisa doli nga rruga, xhaxhain kriminal, gjysëm motra më e madhe e nënës son, apo edhe foshnjën që abortuam, fëmijën që kurrë nuk erdhi në jetë. Të gjithë i përkasim sistemit ton familjar. Lista vazhdon. Ajo mund të duket e pafund, por parimi është i thjeshtë. Askush nuk duhet të përjashtohet. Edhe njerëzit që zakonisht nuk do t'i përfshinim ose nuk do t'i konsideronim pjesë të familjes. Në të njëjtën mënyrë, nëse dikush në familjen ton ka lënduar, dëmtuar apo vrarë dikë tjetër, ose edhe nëse ka përfituar nga dikush tjetër, edhe viktima e tij ka vend dhe është i përfshirë në sistemin ton familjar. Përfshirja madje shtrihet edhe tek partnerët e mëparshëm të prindërve të gjyshërve tanë. Kur ata janë larguar apo ndarë, krijohet një boshllok emocional i cili lejon që nëna, babai, gjyshja ose gjyshi ynë të hyjnë në sistem duke hapur rrugë marrëdhënieve të reja. Dhe në fund të fundit ka lejuar që edhe ne të vim në jetë. Hellinger ka vërejtur se kur dikush refuzohet ose lihet jashtë sistemit familjar, një antar i mëvonshëm mund të marrë rolin e tij pa e ditur. Ky person mund të përsërisë në mënyrë të pavetëdijshme fatin ose sjelljen e atij personi të mëparshëm që është përjashtuar, duke përsëritur në mënyrë të ngjashme disa aspekte të vuajtjes, sikur të përpiqej të rikthente ekuilibrin në sistem. Për shembull, nëse gjyshi është refuzuar për shkak të varësisë nga alkooli, bixhozi apo mashtrimet, është e mundur që një pasardhës i tij të mund të adoptojë një ose shumë prej këtyre sjelljeve pa e kuptuar se pse. Në këtë mënyrë, vuajtjet e familjes vazhdojnë të përsëriten nga brezi në brez, derisa të ndërgjegjësohemi dhe t'i shërojmë. Në historinë e Johnit, njeriu që babai i tij kishte vrarë, ishte bërë tashmë pjesë e sistemit familjar të Johnit. Kur Johnny u tradhtua nga partneri i biznesit, u dënua padrejtësisht, duke e vuajtur dënimin me burg, dhe u pushtua nga mendimet për hakmarrje, pa e ditur që në mënyrë të pandërgjeshme por jetonte historinë e babait të tij, një ngjarje
që kishte ndodhur 40 vjet më parë. Vetëm kur John arriti të kuptonte lidhjen mes përvojës së babait dhe përvojës së tij, ai më në fund arriti të lirojë mendimet obsesive dhe të vazhdoi përpara. Dy fatet ishin ndërlikuar aq shumë sa dukej sikur të dy burrat ndanin një fat të vetëm. Për sa kohë që kjo lidhje e padukshme mes tyre mbeti e paqartë, Johnny nuk mund të ishte plotësisht i lirë emocionalisht. Hellinger thekson se secili prej nesh duhet të mbaj fatin e vet, sado i vështirë apo i dhimbshëm që të jetë ai. Askush nuk mund të përpiqet që të marrë mbi vete fatin e një tjetri, qoftë ai prind, gjysh, motër, vëlla, xhaxha apo hall, pa përjetuar një formë vuajtjeje. Për të parashikuar këtë lloj vuajtjeje, Hellinger përdor fjalën ngatërrim. Kur jemi të ngatëruar, ne, në mënyrë të pavetëdijshme, mbajmë ndjenjat, simptomat, sjelljet ose vështirësitë e një antari të mëparshme të familjes, sikur ato të ishin tonat. Edhe pse fëmijët që lindin dhe rriten nga të njëjtët prindër jetojnë në të njëjtën shtëpi dhe marrin një edukim të ngjashëm, secili prej tyre mund të trashëgojë trauma të ndryshme dhe të përjetojë fate të ndryshme. Për shembull, djali i parlindur mund të mbajë në vete peshën e asaj që ka mbetur e pazgjitur në marrëdhënien me babain, ndërsa vajza e parlindur mund të mbajë plagët e pashëruara që lidhen me nënën. Megjithatë, kjo nuk është gjithmonë e njëjtë. Ndonjëherë ndodh edhe e kundërta, dhe rolet ndërrohen. Fëmijët që lindin më vonë shpesh trashëgojnë pjesë të tjera të traumave prindërore, ose madje mbartin edhe kujtime dhe ndjenja që lidhen me përvojat dhe traumat e gjyshërve të tyre. Kështu, çdo brez bëhet një pasojë e ndryshme e historisë së familjes. Disa më të lehta, disa më të rënda. Por, të gjitha të lidhura me një fill të përbashkët që kalon përmes brezave. Për shembull, vajza e parë mund të martohet me një burr emocionalisht të mbyllur dhe kontrollues, të ngjashëm me mënyrën se si ajo e percepton të jatin. Dhe duke vepruar kështu, ajo pa vetëdije përsërit të njëjtën dinamik që kishte nëna e saj me babain e saj. Duke u martuar me një burr të tillë, ajo përjeton të njëjtën pakënaqësi që ka ndier dhe nëna e saj. Dhe në një farë mënyre bashkohet me të në këtë pakënaqësi dhe vuajtje të saj. Ndërkohë, vajza e dytë mund të mbajë në vetvete zemërimin e pashprehur të nënës së saj. Në këtë mënyrë, edhe ajo preket nga njëjta traumë familjare, por mbart një aspekt tjetër të saj. Ajo mund ta refuzojë ose ta përçmojë babain e saj, ndërsa vajza e parë jo. Në një familje, fëmijët e mëvonshëm shpesh mund të bartin traumat e pasgjidhura të gjyshërve të tyre. Në të njëjtën familje, vajza e tretë ose e katërt mund të mos martohet kurrë, nga frika se do të kontrollohen nga një burr që nuk i do vërtet. Dikur kam punuar me një familje libaneze që kishte një dinamik të ngjashme. Kur shqyrtuam brezin e mëparshëm, mësuam se të dyja gjyshet libaneze ishin dhënë për një martesë nga prindërit e tyre që në fëmijëri. Njëra në moshën 9 vjeçare dhe tjetra në moshën 12. Të lidhura me përvojat e gjysheve të tyre, të cilat ishin detyruar të martoheshin që në fëmijëri, dy nga motrat libaneze përsëritën aspekte të ngjashme të atij fati në marrëdhëniet e tyre. Ashtu si gjyshet e tyre, njëra u martua me një burr shumë më të vjetër, ndërsa tjetra nuk u martua fare.
duke u ankuar se burrat ishin të neveritshëm dhe kontrollues. Ndjesi e ngjashme me atë që kishte përjetuar gjyshja e saj, e cila ishte e pakënaqur dhe e bllokuar në një martesë pa dashuri. Kur ndodh një ndërprerje e lidhjes nën fëmijë mes vëllezërve dhe motrave, çdo fëmijë mund ta shprehë në mënyrë të ndryshme këtë shkëputje. Një fëmijë mund të bëhet tepër i sjellshëm dhe i bindur me njerëzit nga frika se nëse nuk është i mirë, ose nëse shfaq zemërim apo shkakton ndonjë problem, do të humbas dashurinë dhe lidhjen me ta. Një fëmijë tjetër, duke besuar se lidhja me të tjerët nuk është e sigurt, që në fillim mund të bëhet debatues dhe të krijojë konflikt. Dhe ai krijon debate për të larguar njerëzit afër vetes. Ndërsa një tjetër mund të izolohet plotësisht duke shmangur kontaktin me të tjerët. Kam vënë re se kur disa vëllezër dhe motra kanë përjetuar ndërprerje në lidhjen me nënën, ata shfaqen zemërim, xhelozi ose ndihen të shkëputur nga njëri tjetri. Për shembull, një fëmijë më i madh mund të ndihet i zemëruar me vëllain ose motrën e vogël, duke besuar se ai ose ajo ka marrë atë dashuri të prindërve që vetë nuk e mori. Për shkak se hipokampusi, pjesa e trurit që ndihmon në krijimin e kujtimeve, nuk është plotësisht funksional deri pas moshës 2 vjeçare, fëmia më i madh mund të mos e kujtojë me vetëdije se është mbajtur në krah, është ushqyer ose është përqafuar nga nëna e tij. Ai mund të kujtojë se fëmia më i vogël ka marrë dashurinë e nënës së tyre. Si reagim, fëmia më i madh, duke u ndjerë i lënë pas dore, mund të fajsojë në mënyrë të pandërgjeshme fëmijën më të vogël për diçka që ky i fundit nuk e ka bërë. Edhe pastaj, sigurisht, ka dhe disa fëmijë që duket se nuk mbartin fare ndonjë traumë familjare. Për këta fëmijë është shumë e mundur që ata të kenë krijuar një lidhje të qëndrueshme dhe të shëndetshme me nënën ose babain, dhe kjo lidhje i ka ndihmuar në imunizim duke i mbrojtur nga bartja e ngatërrimeve ose plagëve emocionale të së kaluarës. Ndoshta ka pasur një periudhë të caktuar në kohë kur nëna ka qenë në gjendje që t'i kushtoi më shumë dashuri dhe vëmendje një fëmije të veçantë, por jo të tjerëve. Ndoshta marrëdhënia mes prindërve është përmirësuar, ose ndoshta nëna ka pasur një lidhje të veçantë me një fëmijë, kurse me fëmijët e tjerë nuk ka arritur që të lidhet kaq thellë. Shpesh ndodh që fëmijët më të vegjël, megjithse jo gjithmonë, duket se kanë më të lehtë se sa fëmijët e parë ose ata që janë fëmijë të vetëm, të cilët shpesh bartin më shumë nga problemet dhe plagët e pasgjidhura të historisë familjare. Kur flitet për vëllezrit, motrat dhe traumat e trashëguara familjare, nuk ka rregulla të sakta të cilat përcaktojnë se si ndikon trauma tek secili fëmijë. Përveç rrënjit të lindjes dhe gjinisë, ka dhe shumë faktorë të tjerë që ndikojnë në zgjedhjet dhe në jetën që bën secili prej tyre. Edhe pse nga jashtë mund të duket se një nga vëllezërit ose motrat nuk është e prekur nga trauma, ndërsa një tjetër është më i ngarkuar emocionalisht, përvoja ime klinike më ka mësuar diçka tjetër. Shumica për nesh mbartim të paktën disa gjurmë nga historia jonë familjare. Megjithatë, në këtë ekuacion hyn më shumë element të padukshëm, të cilët mund të ndikojnë dhe të vendosin se sa thellë mbeten traumat familjare brenda nesh. Këto element të padukshëm përfshin vetëdijen tonë, aftësinë për të qetësuar dhe përvojën e fuqishme të shërimit të brendshëm.
imazhet e shërimit dhe truri ynë. Ideja se ne i rjetojmë traumat familjare mund të lidhet ngushtë dhe me atë që psikiatri Norman Doidge trajton në librin e tij The Brain That Changed Itself. Ai shkruan: psikoterapia shpesh ka të bëjë me shndërrimin e fantazmave tona në paraardhës. Duke identifikuar burimin e traumave të gjeneratës tonë, Dr. Doidge sugjeron se fantazmat tona mund të kalojnë nga përndjekja dhe frika në atë që bëhet thjesht pjesë e historisë sonë. Një nga mënyrat kryesore për të arritur këtë është duke lejuar veten që të prekemi nga një përvojë ose imazh mjaft i fuqishëm për të zbehur emocionet dhe ndjesitë e traumave të vjetra që jetojmë brenda nesh. Mendjet tona kanë një kapacitet të madh për të shëruar përmes imazheve. Pavarësisht nëse po imagjinojmë një skenë faljeje, rehatie apo lëshimi, ose thjesht vizualizojmë një person të dashur, këto imazhe mund të vendosen thellësisht në trupin ton dhe të zhyten në mendjen ton. Nga përvoja ime të ndihmosh njerëzit që të gjejnë imazhin që rezonon më shumë me ta, është vërtet guri i themelit të shërimit. Nocioni i fuqisë shëruese të imazheve ekzistonte shumë kohë përpara se skanimet e trurit të vërtetonin atë shkencërisht. Në vitin 1913, Carl Jung shpiku termin imagjinat aktive. Kjo ishte një teknikë që përdor imazhe, shpesh të nxjerra nga ëndrat, për të hyrë në një dialog me mendjen e pavetëdijshme, duke nxjerrë në dritë atë që është mbështjellë në errësirë. Sot, ideja e vizualizimit për shërim ka fituar popularitet të gjerë dhe është bërë e lehtë për të përdorur me programe të udhëzuara të imazhërisë që ndihmojnë për të ulur stresin, për të reduktuar ankthin, për të përmirësuar performancën atletike dhe madje për të ndihmuar në trajtimin e frikës dhe fobive specifike. Shkenca e mbështet këtë ide dhe praktik. Norman Doidge revolucionarizoi kuptimin ton mbi funksionimin e trurit të njeriut dhe na mësoi se truri ynë nuk është i fiksuar dhe i pandryshueshëm siç mendohej dikur, por ai është fleksibël dhe i aftë për ndryshim. Puna e tij tregon se përvojat e reja mund të krijojnë rrugë të reja nervore, të cilat sa më shumë t'i përdorim ato rrugë përmes përsëritjes dhe vëmendjes së përqendruar, aq më shumë forcohen. Në thelb, sa më shumë të praktikojmë diçka, aq më shumë truri ynë mësohet të ndryshojë dhe të përshtatet. Ky parim themelor pasqyrohet në një frazë të neuropsikologut kanadez Donald Hebb, e krijuar në vitin 1949. Neuronet që ndisen së bashku lidhen së bashku. Me fjalë të thjeshta, kur qelizat e trurit aktivizohen njëkohësisht së bashku, lidhja mes tyre bëhet më e fortë. E thënë thjesht, sa herë që përsërisim një përvojë të veçantë dhe sa më shpesh që ta përsërisim, aq më shumë ajo rrënjoset në tru dhe mund të bëhet një zakon automatik. Sipas Norman Doidge, neuroshkencëtari Michael Merzenich, një ekspert në fushën e neuroplasticitetit, thotë se praktikimi i një aftësie të re në kushtet e duhura mund të ndryshojë qindra miliona dhe ndoshta miliarda lidhje midis qelizave nervore në hartat e trurit tonë. Sa po krijohet një hartë e re e trurit, mendimet, ndjenjat dhe sjelljet e reja mund të shfaqen natyrshëm, duke na ndihmuar që të përballojmë frikën e vjetër dhe të zgjerojmë receptorin ton emocional dhe të sjelljes. Kur lidhemi me atë që fshihet pas frikës dhe simptomave tona, ne hapim mundësi të reja për zgjidhje.
Ndonjëherë, vetëm një kuptim i ri është i mjaftueshëm për të zhvendosur imazhet e vjetra dhe të dhimbshme, të cilat i mbajmë, edhe për të nisur një çlirim të thellë të ndjeshëm që mund të ndihet thellë në trupin tonë. Në raste të tjera, krijimi i lidhjes thjesht rrit kuptimin, por është akoma më shumë e nevojshme për të integruar plotësisht atë që kemi mësuar. Këtu na ndihmojnë fjali, rituale, praktika ose ushtrime që na mundsojnë të krijojmë një imazh të ri të brendshëm. Ky imazh i ri mund të na mbush me qetësi dhe të bëhet një pikë e brendshme referimi ku mund të kthehemi her pas here. Me mendime të reja, ndjenja të reja, ndjesi të reja dhe një hartë të re të trurit, ne fillojmë të krijojmë një përvojë të brendshme të mirëqenies, e cila fillon të kundërshtojë reagimet tona të vjetrës të traumës dhe ndikimet e tyre që tentojnë të na çojnë në rrugë të gabuar. Sa më shumë që udhtojmë në rrugët nervore dhe viscerale të hartës sonë të re të trurit, aq më shumë identifikohemi me ndjenjat e mira që e shoqërojnë atë hartë. Me kalimin e kohës, këto ndjenja bëhen të njohura dhe ne fillojmë të besojmë aftësisë sonë për të qëndruar të fortë edhe atëherë kur themeli ynë është lëkundur përkohësisht. Doidge na tregon se ne mund të ndryshojmë trurin ton thjesht duke imagjinuar. Vetëm duke mbyllur sytë dhe duke vizualizuar një aktivitet, korteksi ynë vizual parsor aktivizohet ashtu siç do të ndodhte sikur të kryenim veprimin në të vërtetë. Skanimet e trurit tregojnë se pavarësisht nëse imagjinojmë një ngjarje apo e përjetojmë atë, shumë nga të njëjtat neurone dhe rajonet të trurit aktivizohen. Doidge përshkruan vizualizimin si një proces që përdor imagjinatën dhe kujtesën. Ai thotë, vizualizimi, kujtimi ose imagjinimi i përvojave të këndshme aktivizon shumë nga të njëjtat qarqe shqisore, motorike, emocionale dhe njohëse, të cilat u ndezën edhe gjatë përvojës së këndshme në të vërtetë. Në vitin 1921, dramaturgu George Bernard Shaw shkroi: "Imagjinata është fillimi i krijimit." Shumë kohë përpara se neuroplasticiteti të konsiderojë një mundësi dhe të njihte vlerën e saj, Shaw shpjegoi parimin: atë që imagjinojmë, ne e bëjmë të mundur. Imazhet e shërimit dhe gjenet tona. Ndryshimi plastik i shkaktuar nga përvojat tona, thot Doidge, udhëton thellë në tru, madje edhe deri tek gjenet tona, duke ndikuar dhe formësuar edhe ato. Në librin e tij më të shitur, Gjindi në gjenet tuaja, Dr. Dawson Church analizoi kërkimet që lidhin emocionet me mënyrën se si shprehen gjenet. Ai shpjegon se vizualizimi, meditimi edhe përqendrimi në mendime, emocione apo lutje pozitive, të cilat ai i quan ndërhyrje të brendshme epigjenetike, mund të aktivizojnë gjenet e caktuara dhe të ndikojnë pozitivisht në shëndetin tonë. Sipas Church, kur mbushim mendjen tona me imazhe pozitive të mirëqenies, ne krijojmë një mjedis epigjenetik që përforcon procesin e shërimit. Një sasi e konsiderueshme studimesh e mbështesin idenë ku tregohet se si meditimi ndikon pozitivisht në shprehjen e gjeneve. Një prej tyre, i kryer në Universitetin Wisconsin Madison dhe i botuar në revistën Psychoneuroendokrinology në vitin 2013, zbuloi se medituesit pas vetëm 8 orësh meditim
përjetuan ndryshime të qarta dhe të dukshme gjenetike dhe molekulare, duke përfshirë edhe uljen e niveleve të gjeneve proinflamatore, të cilat zakonisht lidhen me stresin dhe sëmundjet kronike. Si rezultat, trupi i tyre ishte në gjendje që të shërojë më shpejt nga situatat stresuese. Church thot: në thelb, kur meditojmë, ne po aktivizojmë pjesët e trurit që prodhojnë ndjenjen e lumturisë dhe të qetësisë së brendshme. Gjatë gjithë jetës sonë, ne vazhdimisht gjenerojmë qeliza të reja në tru. Pjesa më e madhe e kësaj rritjeje ndodh në hipokampus, qendra e kujtesës dhe të mësuarit. Kur mësojmë, ne ndryshojmë se cilat gjene në neuronet tona shprehen ose aktivizohen. Thot Dojke: kur një gjen ndiset dhe aktivizohet, ai prodhon një proteinë të re e cila ndryshon strukturën dhe funksionin e qelizës. Ky proces, shpjegon ai, ndikohet nga ajo që bëjmë, mendojmë dhe përjetojmë. Ne kemi aftësinë t'i formsojmë gjenet tona, dhe këto gjene nga ana e tyre formojnë anatominë, pra strukturën mikroskopike të trurit tonë. Shkencëtarja Rachel Yehuda thot: ju nuk mund të ndryshoni ADN-n tuaj, por nëse mund të ndryshoni mënyrën se si ajo funksionon, është pothuajse e njëjta gjë. Siç po mësojmë, një jetë kryesisht pa trauma është diçka pothuajse e pamundur. Traumat nuk zhduken as pas vdekjes. Përkundrazi, ato shpesh kërkojnë terrenin e ri të zgjidhjes për t'u shfaqur, dhe këtë e bëjnë tek fëmijët e brezave të ardhshëm. Për fat të mirë, njeriu është i qëndrueshëm. Edhe qenjet njerëzore janë elastike dhe janë të afta të shërojnë shumicën e llojeve të traumave. Kjo mund të ndodhë në çdo kohë gjatë gjithë jetës sonë. Na duhet vetëm dija e duhur dhe mjetet e nevojshme. Në vijim, do të ndaj disa praktika dhe ushtrime konkrete që kanë dhënë rezultate në punën time me klientët e mi. Metoda për të përjetuar në mënyrë të drejtë për drejtë procesin e shërimit nga trauma, të cilat mund të jenë pjesë e trashëgimisë suaj familjare.